Numri të vdekurve është rritur në mbi 600 nga përmbytjet dhe rrëshitjet e dheut të shkaktuara nga shirat e rrëmbyeshëm në 3 vende në Azinë Juglindore, thanë zyrtarët këtë të diel, ndërsa përpjekjet për ndihmë për 10 mijëra persona të zhvendosur vazhduan gjatë fundjavës. Indonezia, Malajzia dhe Tajlanda u përballën me shkatrime në shkallë të gjerë pas një stuhie të rrallë tropikale të formuar në ngushticën e Malakës, e cila shkaktoi shira të rrëmbyeshëm dhe era të forta për një javë. Si pasojë pati 435 të vdekur në Indonezi, 170 në Tajland dhe 3 vdekje të raportuara në Malajzi. Zyrtarët e shpëtimit dhe ndihmës në vendet e Azisë Juglindore po përpiqeshin ende të siguronin akses në shumë zona të prekura nga përmbytjet, edhe pse ujërat e përmbytjeve u tërhoqën dhe 10 mijëra njerëz u evakuuan në të 3 vendet. Sipas statistikave zyrtare, mbi 4 milion njerëz janë prekur, gati 3 milion në Tajlandën Jugore dhe 1.1 milion në Indonezinë Perëndimore. Përgjatë gjirit të Benegalit, 153 persona të tjerë u vranë nga një ciklon në kombin ishrullor të Sri Lankës, thanë autoritetet, me 191 të tjerë të zhdukur dhe më shumë se gjysmë milioni të prekur në të gjithë vendin.